Parti është parti. Dhe në çdo rast, ajo ka kandidatura. Por, ka kandidatura, edhe ne këtu kishim kandidatura. Adriana Kalar, një luftare nga më të fuqishmet kundër lidhje të krimit të Edi Rams, lidhje të Edi Rams me krimin, kishim Klevis Balliu, një nga deputetet më aktive dhe një nga personalitet më aktive të PD-s, kishim Edi Palokën, një shtyll të Partisë Demokratike dhe Opozitarizmit. Mund të kishte edhe të tjerë nga partia. Dhe ne përkundrazi, kemi vetëm vlerësimin më të madh për ta. Por, në rast se nga shoqëria, nga qytetarët e Vlorës, shoqëria civile apo fushat tjera, do të dalin kandidaturat pavarura. Dhe unë di që kanë dalë. Të paktën njeri më ka dërguar mua mesazh që unë do të kandidoj. Absolutisht do konsiderohen, nuk mund të them se cili do jetë vendimi. Shumë e shkurtër, shumë e shpejt. Tani, nuk ka, kohë është kohë. Nuk ka diskutim që do të diskutoj.